Suksesi i shqiptarit këtu në Tennessee të Amerikës me restorantin e pizzerin Calabria. Përshëndetje Shqipe, se po vjerë Shqipe me recet që thojnë. This is Jay. Se me umbrella sen, falenderit. Ja? Welcome to Tennessee. Welcome to Tennessee, falenderit. Kjo është pizzeria juaj, restoranti i parë. Që sa vite ke këtë restorant? Got 9 vite. 9 vite. 250 persona më mulle. Okej. Shumë buri, madh qenka, shumë gjëra. Tu ki kuzhinë kryesore këta. Kuzhina kryesore, albioni, ledioni, edhe McQueen. Ola. Përshëndetje. I djali jot edhe djali vllaut. Nipi. Këto awards. Më thonë e para 2018-ën. 18 po. Best pizza në Mount Juliet, cila pipjen afër Nashville ki lagje? Po, është lagje shumë afër, 50 minuta prej Nashville. 15 minuta. Periferi të Nashville. Po. Ditë shehu sot, na ardhë me për recet sot, apo? Që shumë, po, shumë bukur. Shumë mirë. Hajde, futni. Mirë. Po ta përgatisim kajgot rakit shpis. Rakit shpis Nga Axalam. Axalam? Po. Ani, okej, falenderit. Qëri bresat bukur, qëri këta shqiptarët të mbo pizza ushqime në... Ku jemi? Tennessee, Calabria. E djali Axhës ka arë këto në... Që sa që 2 vite? Që 2 vite, po. S'po do këtë Amerika? Bukur, s'o keq. A? Pa mi këto atje? Atje. E këta janë pizza mjanat më të mira, qëta dy, ha? Qëta dy janë bosat. Cilin pizza ki qef në botin? Margarita ti? Po ja, një margarita. A dhët margarita? Bënë ndryshme. Chicken pesto. Chicken pesto me boa? Chicken pesto. Bone chicken pesto, ti bëjmë në margarita, edhe i shijojmë tani na, i bojnë e shijojmë cila është ma crispy. Hajt, pa që i fat, tani ajo vi numrin, jo notën, në sosin sekret, po se po, pa të zbaniq. Sa punëtori ke këtu? Kem dikon 26 vet. 26 vet, po. Kuzhina këto. Po, Private room there. dhoma private atje. Best pizza. Kjo në 2025, na? Best Italian. Edhe Best wings. Ato të krapule, ha? po, that's number 2 më vërtet, not the winner, finalist. Po. Best pizza in Wilson County, dhe më thonë, not just Mount Juliet, po dhe më thonë, Great County. Po. Kjo është raki shpije, Aha. raki nga Axalam. Axalam. Po. Në shumë dhe që ke pa kalëzorën ka Axalam. Që ke marrë në Kosovë ke bëjmë? Po, në Kosovë, Axalam jeton ofër gjakosat e nëse këtyla, e maran rakin vetë, për çdo vit. Nuk e shet asjo, vetëm për familjarë dhe për veti, është raki super. Sa bukur. Sa që kërë në Kosovë, mi jep ka 1 litër, 2 litër, mi më shetë në koferët. Mi më shetë në koferët. Zguar, falenderit. Zguar, falenderit. Si qunë për nga jeni? Unë quëm Valon Arifi, e jam nga një fshat papër Gjakovës, ose këtu. Shumë më pëlqej intervista që e kanë bërë në televizion lokal amerikan, që ju keni ndihmu amerikanëve të pastrenur, apo jo? Po, çdo vit është bërë dhe si tradite e restorantëve tona që çdo vit ju ndihmojmë pastreve. No matter how old you are or where you're from, there is something unifying about good pizza. Valon Arifi knew that Pizza just, brings people together. when he opened his Calabria brick oven pizzeria. Kjo ideja me hap pizzeri, tip pizzeria, ke punu në pizza për para, po si kja që? Jo, kur s'kom punu pizzeria, s'kom dit as që shme maru pizzë, i kom da shumë pizza. Punën e kalum që kom punu për një kompani, kom travel a lot, qytetet ndryshme në Amerikë, dhe e kom gjetë vetën gjithmonë të këshyrë për
What's the best pizza? Thonë fillim kom qyr çfarë pizza ka, I kom qyr konceptet sa. Edhe lindi ideja, domethënë me boj koncept pak si unik. Kam marrë gjatë vitit 1999. Po në fillim kam marrë në New York, pak kam jetuar në shtete të tjera, kam marrë në Tennessee. Shumicën e kohës në Tennessee. Tash e ke hapur edhe tjetrin apo jo? Po para 3 viteve kem edhe një restorant tjetër. Sa punëtori ke atje? Kem dikon 21. Fillim kam punu ndërtimtari, kam la pjata, puna ndryshme, domethënë. Pununja 15 vjet për një kompani si general manager, mas 15 vite aty vendosa me hapën e restorant. Calabria më inspiron mënyra si arbresht që 500-600 vjet jetojnë atje, ende ruajnë kulturën, gjuhën, ai ka qenë inspirimi për një mu restorantit, emrin Calabria. Je me familje këtu apo jo? Po, jo me martum, ai kanë 3 fëmijë, 24 vjet është djali I madh, 20 I dyti, edhe vajza I ka 18 vjet. Po kështu me hap diçka më kthy në Kosovë, me hap diçka tillë në restoran. Një herë për një herë jo, po nuk I dihet. Edhe Kosova është market I mirë, ka potencial shumë edhe në Kosovë. Ju shkoni shpesh në Kosovë. Po, Çka mendoni për momentin kuzhinën gastronominë në Kosovë? shumë e mirë, pëlqen. Sa të shkojnë në Kosovë, janë një 3 restorante që I frekuentoj paktën një herë ose 2 herë në javë, sa jam aty. Çfarë pizzë të bëj? Në stretë. Unë besoj që edhe në Prishtinë edhe në vende tjera, jo edhe një san tjetër, shkon Gjaku, kanë restorante tradicionale, po nuk shitin qofte, më thonë, ti restorante që janë në Potokin, do vende një unik, qofte nuk shesin, ose në adin shesin maz, speca, po në pak, po ti do sene tjera. Pizza gati, ha? Bionit, edhe kjo është e Ledionit, Margarita. Hale që kam një dëtë? Qa keni harru? Tararam, keni harru, tararam, okej. Në shijojmë pizza të Kalabris. Balam, cilë me provoj për para? Provoj Margaritën? Aja, një filloja? Qërë, s'ka flop heqër edhe pjek mirë. Va. 3-2-1. Cheers, gëzuar. 3-2-1, tararam. Crispy. E freskë, shishme, pak New York, pak Itali, pak... Ka shto ke pas I tempa, ka? Sfida ka pas shumë në Amerikë, kallëzoha ma herët nis me la pjata, do më thonë punat ndryshme, do më thonë punat që shumë pak kush I ka bo këtu në Amerikë, ne si emigrant, do dashëm I bo. Kem ardhur pe Kosovë dhe kem gjuhën popullore kena hek shumë keq, më thonë kena pa ferrin në sy, gjatë luftës unë jem koni përvosën 2 herë atje. Edhe maltretime, kam pa vrasje, do më thonë kena pa çdo gjë, kena pa ferrin në Kosovë. Po veç këto, edhe se mas I kalu ata, do më thonë vetëm një gjë që ka duhet me këshyrës është përpara, Tash me provojmë pesto sos me pul. Pëlqen që shërbej me këtë spasin, që si shumë lehtë aty me shërby në për pjata. Më njerë këtë pesto e freshkët. Që ato suksesi vazhdon sepse ka produktet mira me cilësi e të shishme e crispy. Calabria. Me përmendem mirë një dhe pak me patentshmëri këtu apo jo? po, Real estate. real estate, po, prona. Si ka emrin kompania? Dardanet Capital Group. Dardanet. Inspirimi nga erë kjo? Baba gjatë viteve 90, masi e lanë punën pas në tonë sërbi largun për punë, pa të fillu kompaninë e vetë Dardanet, ka pas dikon ofër dhe të shqitore, kështu në për fshatat ndryshme në Gjakovë, ka qenë inspirimi. Thonë me ripërtri, një kompani që ka qenë para luftë atje. Thamë drejten, ku jem konë fakultet, kur s'këm pas andër me dalë jashtë. Më thonë, po ndodhe lufta, ndodhe qëtë gjë, vendosa marrë në Amerikë. Një jetë pak ma ndryshe, me chase American Dream. A ka dalë American Dream?
Po, patjetër. Domethënë je I lumtur që ke ardhur në Amerikë. I lumtur, po. Spendohesh. Jo, asnjëherë, jo. Plus, ku fillova këto, krejt miti bisha këto, edhe ky në konë të bëgjë, li lesha në zyra, me këne jem konë offer ty në gjithmonë. Edhe mësë pa po kur gjatë, dhe mësë ma përhap, bile I kom pas mit offer, kështu kanë punu, kanë fitu për disiplinët punës. Krejt këta, që I 14 vjeti kanë fillu me punu këto. Për në din çka hek baba dhe mami në punë. Ja din vlerën. Ja din vlerën. Hapjen e këtij restoranti ka qenë the best thing I ever did. Just because I got to teach my kids what's work. Shumica njerëzve fillojnë biznese, po nuk I angazhojnë familjen, I angazhojnë. Del fëmijë dhe më thonë, oh, I'm rich, you know, my dad's rich, edhe nuk e kuptojnë vlerën e paras, domethënë. Shumë mirë që ka marrë disiplinën punës shumë herë. Tash edhe nuk ti harxhojnë kit lek me njerë. Babam parë për shkë Miami. Kjaru tararam. Faleminderit. S'po shkoj me Mercedesa? Mercedesi tha I gruz, ja, dhe sa prek I grujës Mercedesi. Ja, këshire. Qa është e thirët, ky presidenti, ky kjerë I Trumpit, a? Bravo. Edhe djemve fëmijëve atje kjerën. Shihemi Calabria. Hajde.